që janë dërguar blos për prokurorë dhe gjyqtarë të komisionit e rivlerësimit dhe nuk janë marrë në konsiderat. Ke aty njerëz me të lidhur me trafik droge që janë prokurori sot, që janë gjykata sot. Dhe kjo nuk është në padjeni në institucioneve kontrolluese, po është në heqtjen e tyre. Ndaj këtu, pyetjet janë, po mirë, kjo çështje do të ndryshoj akuzat për incineratorët, për 5D-n, për Ekotiranë, e cila është me mafia në dragedës atje. Dosja ndërtimeve të dragedës, që në Itali janë dënuar, sekuestruar, këtu jo. Të miliona pemëve gjyra të mbjellur në letër, por jo në terren. Të tendrave elektoral që janë bërë dhe çështje penale. Kjo e ndryshon këtë hetim në raport me përgjegjësitë penale të ish kryebashkiakut teorikisht i ka letrat këtuaj, pa për të arrestuar dhe të pandehurit. Ndaj, qytetarët duhet. Dhe kjo para e dëmtuar, e abuzuar, 430 milion janë vetëm të incineratorët, 100 milion tjerë të dosjet e tjera. Sa para u kthehen shqiptarëve? Sa abuzime kthehen në buxhetin? Sa ata po vazhdojnë i marrin hotelet këta të bashkëpandehurit e velijet. Në Durrës, në Bregdeta, në vende të tjera, kanë pastruar para, kanë bërë qametet e tjera. Dhe tjera bile kanë në hetim edhe bashortën, edhe të vllajën, pra si familje në hetim. Por paraja pretenduar e korruptuar, e grabitur taksave publike, është kthyer zotërin prokuror. Se këtë interes kanë shqiptarët dhe qytetarët. Na kanë vjedhur të marrin paranë e vjedhur. Ata ndëshkohen për këtë veprim. Unë kam edhe një shqetësim tjetër. Në fakt, duket sikur po diskutojmë për emra konkret, por edhe nëse i heqim emrat konkret, pra si një përplasje. Krijon apo nuk krijon një farë precedenti, po themi, për ato se çfarë mund të vi në të ardhmen. Dhe si mundet, ose a mundet, ndoshta po e shtroj ndryshe pyetjen që çdo i pandehur të bëhet pastaj paditës? Jo, dikush është një nga një, po flisa me një mik të drejtësisë para disa ditësh dhe më thoshe, kulmi i këtij maskaralleku të ndodhur në drejtësinë në Shqipëri është. E filloj me këtë dhe nuk duhet bisedoj për tjerët. Që ne i themu? Kanë marrë punojës nga administrata për gjykuar gjyqtarët, magjistratë. Pra, qohë dilë më rrugë, hypë në autobus, nxirre pasagjerën e parë në tokë, thuj ke për të shkuar me gjykuar gjyqtarë. Ore nuk di thotë ajo, ecë këtu se të mësojmë në rrugës. Pra që këtu kanë nisur me 2 këmbët e qaprashitur. Që bën pastaj, vazhduan maskarallekun. Janë gjysma e antarëve të KPK, KLP, kudo në sistem, të emëruar jashtë kritereve kushtetuese, duke filluar nga edukimi. 10 rastet, po t'i përmendun tani se janë aty në arkiv, që kanë qenë të pandehur në SPAK. Brenda sistemit, nga SPAK-u, nga Komisioni Erët, dhe gjithë këto trupa e re, të paditur atje. Po këta, pse nuk ndëshkohen? Pse nuk hetojnë? Jo, prisin a bje sistemi. Sistemi ka rënë dhe ka zënë poshtë drejtësinë. Kemi këta i leqarët e rinj, ta të këpas, u marrën mandatit tani, dhe shbëjnë presion mbi Këshillin e Lartë Gjyqësor se duhet t'i emërojnë për gjykata apeli. Atje ku stoku ka shku 200.000 dosje, duke prit këta, ka 6 vjetë që do të mbajnë vendet bosh, ndërkohë që aneksi kushtetutës nuk urdhëron këtë komision që liqojë t'i bëjë gjyqtar atje,